Me shumë gjas mund ta keni parë ndonjë video si këto të Ura Ismailit, Beg Berishës apo Përparim Ramës gjatë fushatës në zgjedhjet lokale. Kandidatët për kryetar të Prishtinës, për te tubimeve, takimeve me qytetar e debateve në televizione, po bëjnë jo pak fushat edhe në TikTok. Disa video që i publikojnë janë të shkurta, me humor, të gjeneruara me inteligencë artificiale e në hap me trendet e platformës sociale, por jo do e mos shpalosin diçka nga plan programi i tyre politik. Çka po duan të arrijnë kandidatët me to? Dren Gorguri, ligjërues në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se me videot e tilla në TikTok, kandidatët po fokusohen më shumë në imazhin e tyre sesa në përmbajtje. Mendoj se secili prej kandidatëve, varësisht nga mënyra se si ata po publikojnë videot e cilat janë jashtë programeve, më shumë po përqendrohen në imazh, por të njëjtën kohë gjenerojnë përdorues të TikTokut të cilët i shikojnë ato dhe rrjedhimisht algoritmi mund t'ja përcjellë edhe ndonjë video tjetër që ndonjë situatë mund të ketë edhe çështje programore në cilat flitet. Këto video kanë grumbulluar 10 mijëra shikime në këtë platformë, por a mund t'ju kthehet ky popularitet i TikTokut edhe në votë në ditën e zgjedhjeve? Në strategjinë e tyre ata thjesht duan të fitojnë vëmendjen dhe shpresojnë që nëpërmjet saj të mbrinë deri te mobilizimi edhe i këtyre të rinjve që të votojnë ata në ditën e zgjedhjeve. Sipas Nektar Qarit, ekspert i rrjeteve sociale, një kandidat që mungon në TikTok rrezikon të mbetet jashtë vëmendjes së një audiencë të gjerë që mund të mos e vërej diku tjetër. TikToki është një prej platformave kryesore për krijim të opinionit publik, sidomos për grup mosha deri në 35 vjeç. Mos prezenca në këtë platformë është një humbje e madhe, sepse këto audienca të cilat janë në TikTok, një pjesë e tyre e madhe nuk shikon televizion, nuk shikon media tradicionale. A ja dolën të gjithë t'i bëjnë videot tërheqëse. Koha mesatare që njerëzit shikojnë një video është pothuajse 3 sekonda, edhe në ato 3 sekonda duhet me punu që me marrë vëmendjen e tyre, ndërsa shumë kandidat postojnë përmbajtje të gjata të cilat pothuajse nuk shikohen fare nga kjo audiencë. Na mbetet të shohim nëse përpjekjet e kandidatëve në këtë garë ku vëmendja matet me shikime e pëlqime do ta bëjnë dallimin më 12 tetor.